Jemi ngritur në këmbë bashkë me Rinën dhe tash shkojmë me pjesën tjetër ku e sjellim një specialist të statistikave. Gazetari Enis Reqica, i cili edhe në zgjedhjet e Republikës së Kosovës dhe po ashtu edhe për çështje tjera njihet për numerikisht çka na sjell, çfarë përmbajtje, por tash edhe specialist i zgjedhjeve në Shqipëri po bëhesh për shkak se të dhënave që të na sjellësh apo jo. Po tentojmë me gjetë ose me tregu pak më shumë në bazë shifrave dhe disa të dhëna bazike fillestare të procesit zgjedhor të Shqipërisë. Fillimisht po duam ju komplementu për ngjyrën e simbolike që ju sot keni dalë para shikuesve gjithë shqiptar për të prezantuar, por edhe unë tentova me zgjedh një ngjyrë simbolike të paqes, po besoj me idenë që sot është ditë paqësore dhe të jetë paqësore në të gjitha taboret në Shqipëri, sepse pak më vonë mbasi do të sjellim disa të dhëna që Shqipëria nuk ka qenë mjaftueshëm paqësore, sidomos në kohën e ditëve të zgjedhjeve, por tash fillimisht do të tregojmë disa të dhëna bazike mbi sistemin e ri zgjedhor, mbi të dhënat se sa kanë mundësi të dalin të votojnë sot. Fillimisht në këtë paraditë deri në ora 11, KQZ-ja në Shqipëri njoftoi se ka pasur dalje ose pjesëmarrje 13.54%. Në anën tjetër, 8% e të gjitha qendrave të votimit kanë qenë të mbyllura deri në ora 8 e mëngjesit për shkak të problemeve të ndryshme sipas KQZ-s. Në anën tjetër, para nisjes së ditës së sotme të zgjedhjeve, deri më 8 maj kanë pasur mundësi të votojnë diaspora. Për herë të parë ndodh kjo në Shqipëri, ku 245.000 shqiptar nga diaspora janë regjistruar për të marrë pjesë në procesin zgjedhor të votimeve, por veç 181.000 qytetarë kanë hedhur votat e tyre ose kanë shfrytzuar në mënyrë postale. Megjithatë, edhe këta 181.000 janë konsideruar janë ankuar në KQZ për shkak të parregullsive të postës për të sjellur votat e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Këtë ka konfirmuar edhe vetë KQZ-ja, të cilët kanë thënë se sidomos në Greqi dhe në Itali ka pasur shkelje, megjithatë do t'i verifikojnë krejt këto për shkak të telasheve me një kompani postare private që KQZ-ja ja ka deleguar kompetencat për të sjellur ato vota. Duke qenë se Shqipëria ka një diasporë masive, është i pakt numri i atyre që kanë shprehur është komentuar që do të ketë kanë qenë të gatshëm që ta bëjnë procesin e votimit përmes postës, që duket që është proces shumë i lehtë, për shkak se edhe ne e kishim edhe në Kosovë ishte e njëjta gjë dhe kishte relativisht të lashëm. Është komentuar që ka me pas peshë sepse është për herë të parë që në këtë mënyrë po votojnë, edhe është një numër kogja i madh, 181.000 votues nga 245.000 sa janë regjistruar. Kësaj është komentuar që do të kemë peshë të njëjtit, ka 181.000 do të numërohen nga zonat kanë ka shku. Nëse një qytetar i Shqipërisë që jeton në Itali dhe ka vendlindje nga Tirana, ato vota e tij do të numërohet nga qarku nga zona e Tiranës. Pra, do të se cilat shëndat në për zonat e caktuara. Këto votat do të numërohen sigurisht edhe me votat e tjera të ditës së sotme. Ndërkaq gjatë ditës së sotme në Shqipëri kanë mundësi të votojnë plot 3.761.761 votues, të gjithë këta pra kanë të drejtë të votojnë. Nga ta votues për herë të parë janë 114.000, apo që përbëjnë dikun nga totali 3.1% e totalit të votuesve janë votues të ri sefte, pra që i kanë mbushur 18 vjet e tutje. Janë për herë të parë. Janë për herë të parë. A dallon shumë me Kosovën, duke qenë se ke sjell statistika të tilla edhe në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit? Jemi edhe ne si Kosovë jemi këtu dikun, tek rinia jemi këtu dikun, pra është shifra mesatarja është ato, pra është dikun edhe te ne është rreth 100.000. Po, rreth 100.000. Ndërkaq numri i kandidatëve në garë janë 2046 kandidat që po garojnë për të marrë pjesë në garat për kuvendin e Shqipërisë. Është dikun thuajse mbi rreth 1.000 më pak se në Kosovë nëse bëjmë atë krahasimin. Numri i vendeve në parlament në Kosovë kemi 120 ulse, në Shqipëri kemi 140 ulse. Pra këta 2046 kandidat tentojnë të marrin vendet e 140 ulseve. Nga prej ardhjes së demokracisë e tutje, është hera e 11 që Shqipëria mban proces të rregullt zgjedhor, data sigurisht është sot 11 maj. Që bie pas vitit 1991 e tutje. Fiks. Ndonse në 96-ën ka pas një proces zgjedhor, por që ndërkombëtarët nuk i kanë numëruar, nuk e kanë verifikuar sepse ka pasur tejet
shkelje të mëdha për çka do të tregojmë sigurisht gjatë ditës së sotme me të dhëna interesante nga Shqipëria. Shkojmë tutje tek sistemi i ri zgjedhor, sepse pas zgjedhjeve të fundit të Shqipërisë kanë ndodhur disa ndryshime në procesin zgjedhor, andaj edhe kanë ndryshuar pak sa sistemin zgjedhor, megjithatë ka qenë i qartë edhe për votuesit ose të gjithë ata të interesuar për të marrë pjesë në këtë proces zgjedhor. Kësaj tipi i sistemit është kombinimi i listave të mbyllura dhe të hapura. Pra, partia politike e shpjeguat edhe më herët, e ka disa numra, disa emra i ka në listën e mbyllur të cilët përcaktohen nga kandidati ose nga kryetari në këtë fast, kryetari i partisë, i vendos ata emra në hapësirën e mbyllur dhe disa të hapur, pra që kanë qytetarët mundësi të votojnë drejt për drejt për Filan Fistekun, dërsa... Çka i bjen që kjo, do më thonë, kryetarin i partije kur vendos për disa kandidat në sistemin e mbyllur, a i bjen që a i preferon ata ma shumë, dhe ata i bin vota ma shumë partis, apo këta që janë në listën e hapur, automatikisht. Që janë... Në fakt, është diskutuar shumë në Shqipëri kjo ideja që pse disa po preferohen nga kryetari i partisë, pse jo disa të tjerë, pse Edi Rama ose Sali Berisha nuk po dalin me garu direkt në hapësirën e votës listës së hapur, por janë futur në listën e mbyllur, apo kanë frikë këta do të përballen me votën direkte të qytetarëve, po megjithatë kështu është vendosur nga partitë politike në momentin kur është bërë reforma zgjedhore. Është interesante për shembull tek Partia Demokratike është një koalicion i përbashkët me 26 parti të tjera dhe 26 kryetarë të këtyre partive të tjera janë pjesë e listës së mbyllur. Do thotë që të gjithë kryetarët e partive paka shumë është komentuar që po kanë frikë me u bë pjesë e listave të hapura të dihet sakt pesha e tyre. Ta e pas kanë preferu vetën. Po, paka shumë, që ashtë të vjen. Dhe pse du të theksohet që është edhe koalicioni Euro-Atlantik me Lulzim Bashën, po ashtu si opcioni i tretë. Koalicioni ma i madhë është i PD-s, i Partisë Demokratike, ku 26 grupacione politike. Shqipëria madhështore, apo? Pra, të pjesa e listës e mbyllur, 1/3 e listës përbëhen pra nga caktuar nga kryetari i partisë, këtë rast i bëhen pjesë e listës e mbyllur, pjesa e listës së hapur rreth 2/3 e listës më pas votuesit mund të zgjedhin direkt kandidatin. Pragu për kandidatët e hapur nuk ka prag për kandidatët individual, si dhe rendi në fletën e votimit të gjithë këta kandidatët të cilët votohen direkt nga qytetarët, rënditën në listën bazë alfabetit të shkronjës së tyre të emrit, e jo sikur tek ne që ka numra varet nga preferenca në base e kandidatit ose qysh cakton partia. Ndërkaq pasaj rezultatet shpallen jo në bazë të rendit alfabetik, por në bazë të numrave. Qysh i ki peshën e votave. Qëndron kjo që nuk ka për herë të parë një kandidat të pavarur në këto zgjedhje? Për shkak se e lexova dikon që nuk e për herë të parë. Nuk ka kandidat të pavarur. Çfarë do thotë kjo për një demokraci? Në fakt është një farë dëmtimi demokracisë sepse ka njerëz, individ, si në Kosovë, si në Shqipëri, si kudo tjetër, që tentojnë me arrit ose me vlerësu veten, me tentu që jo përmes partive, sepse shpesh herë njerëz i gjykojnë partit ato ndikimet partijake tek karakteri ose tek politikat e caktuara të individëve të caktuar, andaj shumë kush vendos që në mënyrë të pavarur të dalë në garë dhe të tentojë të marrë votat e njerëzve dhe të vazhdojë ato politikat e tyre të caktuara individuale. Po kjo tregon një farë, dorën zemrën një farë mbytje të demokracisë përderisa nuk ka kandidat të pavarur me vullnetin e tyre, pa ndikimet e partive që të dalë dhe të matet në zgjedhje dhe më pas edhe të avancojë ato politikat e tyre nëse arrin të bëhet pjesë. A shkojmë tash te ndarja e vendeve parlamentare sipas zonave zgjedhore. Dhe para kësaj mbase do të ishte mirë ta sqarojmë edhe pak, kjo është një pikë shumë interesante që nuk ka prag për kandidat individual. Çfarë do të thotë kjo në krahasim me zgjedhjet e KNET, sepse po besoj shikuesit tonë partia, ka pasur partia politike ka pragun 5%, ndërkaq këtu ka qenë më herët për partitë politike që të ketë prag edhe atje, por në këtë rast tek listat e hapura nuk do të ketë prag fare, pra varësisht sa kush merr më shumë futet në pjesën. Por në Shqipëri, nëse kam të drejtë, nëse dëshiron që të regjistrohesh si koalicion, duhet të kesh edhe nënshkrime. Do të thotë ti dorëzosh mira nënshkrime në KQZ. Të qytetarëve që duhet ta nënshkruajnë dhe të bëhet pjesë të regjistruar si subjekt.
Sepse Shqipëria ka një sistem pak më ndryshe se ne. Na jena një zonë zgjedhore, voton për dikon një kandidat të Prizrenit, voton qytetari i Kaçanikut atje. Edhe është pak ma e komplikuar. Ndërkaq shumë kush e ka komentuar idenë e sistemit të Shqipërisë në këtë mënyrë me zona është më korrekte sepse qytetari mban përgjegjës kandidatin shumë ma letë, shumë ma mirë. Nëse unë në zonën e Prishtinës e votoj një kandidat të Prishtinës, unë lypi përgjithësi nga ai. Edhe ai Tiranës lypi përgjithësi direkt nga kandidatit të cilin ja ka hedhur votën ose ka fituar. Këtë rast, Shqipëria është ndarë në 12 zona zgjedhore, që shkojmë tek grafika e radhës dhe i shohim se cila zonë zgjedhore ka më shumë kandidat që do të bëhen pjesë e kuvendit të Shqipërisë. Nga 120 kandidatët ose deputetët e parlamentit të Shqipërisë, nga Tirana do të zgjedhin 140, falni, se për përzim me Shqipërinë, me Kosovën. Në këtë rast, nga Tirana, nga zona e Tiranës, do të zgjedhin 37 deputet, do të bëhen pjesë e kuvendit të Shqipërisë, për shkak të madhësisë së zonës dhe densisë së popullatës më të madhe të fokusuar në Tiranë. Andaj për këtë arsye, edhe si kryeqytet ka më shumë kandidat që do të bëhen pjesë e kuvendit të Shqipërisë. Nga Fieri janë 16 deputet të cilit do të arrin të marrin votat dhe të bëhen pjesë e kuvendit të Shqipërisë. Më pas nga Durrësi 14 po ashtu, Elbasani 14, Vlora 12, Shkodër 12 deputet, në Korçë 10 deputet, nga Lezhë do të vinë 7 deputet, po ashtu nga Berati 7 deputet, Dibër 5 deputet, Gjirokastër 4 dhe nga zona zgjedhore e Kukësit, si zona më e vogël zgjedhore do të vinë plot 3 deputet. Në këto shifra bëjmë pjesë edhe ata kandidatët e listës së hapur dhe të listës së mbyllur. Nëse Sali Berisha është në zonën për shembull të Tiranës, ai pavarësisht a është zonë të mbyllur, a është zonë të hapur, ai bën pjesë në këtë 37-shin. Pra, a dihet deri tash apo do t'i sjellësh më vonë në statistikat se sa kandidat prej Partisë Demokratike për Tiranën janë në lista të mbyllura, sepse po flisnim pak më herët që Edi Rama pretendon t'i marrë 30 nga 37 mandate vetëm për zonën e Tiranës. Jo, nuk i kemi tash, mbase do t'i sjellim më vonë se sa cila parti është fokusuar më shumë tek cila zonë. Sigurisht fokusi më i madh është tek Tirana, sepse nga Tirana mund të vinë më shumë. Edhe tjerë po del, për shkak se dyta, nga atje e kishim Genta Dobrën, ne kishim nga ABC News, e shpjegoj procesin se qysh ka rrjedhur deri tash, do thotë pas Tiranës po vi ka Fieri dhe Durrësi po ashtu. Durrësi për idenë që shumë në Kosovë besojnë që është komuna pas Tiranës qarku më i madh për vetë faktin që shkojnë shumë në pushime e kështu me radhë, por qenë ka Fieri i dyti i qarku. Lufta kryesore, konkurrenca kryesore bëhen në këto 3-4 zonat. Jo në Kukës, për shembull, për 3 ulse, nuk është bëhet ndoshta ndaj garë, edhe partitë fokusohen më shumë edhe tek fushatat, edhe tek aktiviteti i sodëm madje, sepse është përmendur edhe ideja e heshtjes zgjedhore, tonë se janë në heshtje zgjedhore, bile Kyçëzoja dje komentoi që të mos bëhet komente as në rrjetet sociale, por megjithatë duket që ka shkelje edhe të heshtjes zgjedhore. Ishte shumë interesante ishte kërkesa sipas pyetjes së gazetarës që e bëri te Lirian Celibashi, do thotë kreu i KQZ-s në Shqipëri, që një parti e caktuar ka kërkuar që votimit zgjatet deri në orën 22, do thotë deri në orën 10 të mbrëmjes, që di pse vjen kjo kërkesë. Që di sepse do të tregojmë ma vonë pse vjen këto, sepse tentimi për manipulim në Shqipëri është tejet i madh, paktën sipas përvojës nga zgjedhjet e kaluara. Në të gjitha zgjedhjet do të flasim madje që ka pasur përgjakje të mëdha në proceset zgjedhore për shkak këtyre tendimeve ose grupacioneve të ndryshme kriminale sipas policisë së Shqipërisë që kanë ndikime në proceset zgjedhore. Andaj sa më tërë çash ma lehtë me u bë manipulimet. Kjo mund të jetë edhe arsyeja reale sepse ku ka mjaftueshëm për të votuar qytetarët. Pra deri në orën 7 të mbrëmjes, ka mjaftueshëm kohë. Edhe pse regjisori Valon Morina po më thotë nga regjia që qenë ka Giro të Italia, do thotë gara me bicikleta. Gara me bicikleta mundet me... E cila ishte edhe në Tiranë, apo jo? Nuk besoj që mundet me ndiku edhe andaj ta zgjasim, sepse partitë kanë ma interes tek tentimi i grumbullimit të votave në mënyra të ndryshme, qofshin edhe ato jo legjitime.
Edhe kjo komuna, edhe që është edhe Kosovë edhe Shqipëri kupsi, tre deputeti pas. Tre deputet, shumë pak, nuk e di sa mund të ketë ndikim Kosova tek këta votues, nuk duket, se në fundja edhe nëse ka ndikim Kosova janë pak, janë tre deputet që nuk mund të ketë në peshën madhore të 140 ulseve ndikim. Do të jemi ndërkohë gjatë ditës me pjesën tjetër specifike të këtyre statistikave dhe këtyre të dhënave që janë mjaft interesante dhe mjaft informuese. Tash